Faleminderit Fiorella, ndërkohë Gjensila Kodra na sjell në detaje tashmë rrugët që bllokohen përgjatë këtyre 48 orëve duke nisur nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasi që ka dalë me një lajmërim të paktën prej një jave për çdo që udhëton për në Rinas apo nga Rinasi më pas në drejtim të Tiranës apo Durrësit. Gjensila, cilat janë masat e marra nga policia? Çfarë do duhet të kenë parasysh qytetarët në këto 48 orë? Denisa, përshëndetje, këto 48 orë thuaj se Tirana është e paralizuar nga kalimi i automjeteve por dhe qytetarëve këmbësorëve, kryesisht pjesa ku do të kalojë dhe delegacioni. Plani masave ka nisur që prej mbrëmjes së djeshme në fakt me mbërritjen e disa prej liderëve europian, por ndërkohë plani më i detajuar dhe bllokimi i rrugëve ka nisur thuaj se që në orët e para të mëngjesit të sotëm, pra që në orën 8 të mëngjesit dhe do të vijojë bllokimi deri në mesnatë. Në këtë plan masash, pjesa më e madhe e bllokimit të rrugëve ka të bëjë me autostradën Tiranë-Durrës duke nisur në fakt që nga aeroporti i Rinasit, Nën Tereza në Rinas dhe më pas duke vijuar më pas me autostradën e re dhe Durrës-Tiranë, por njëkohësisht në intervalet kohore ku delegacioni do të jetë i kalueshëm në këtë aks, në fakt do të jenë të bllokuara të dyja krahët e rrugës. Më pas vijon me mbikalimin e Rinasit duke hyrë në isheshin e hyrjes të kryeqytetit dhe më pas drejt rrugës në Unazën e Astirit, pra me pallatin me Shigjeta dhe më pas duke vijuar me rrugën e Elbasanit, po ashtu rrugët që të çojnë më pas me rreth rrotullimin e Senatoriumit, rruga e Elbasanit dhe më pas drejt rrugës së Dibrës me destinacionin që është edhe sheshi Skënderbej aty ku do të mbahet dhe eventi. Ky aks rrugor do të jetë i bllokuar deri në mesnatë, pra duke filluar nga orët e para të mëngjesit të sotëm dhe më pas po ky aks rrugor do të jetë i bllokuar po ditën e nesërme, pra më 16 maj, por nga ora 6:30 deri në mesditë, pra deri rreth orës 11:30. Njëkohësisht janë marrë masa edhe për sa i përket rrugëve të tjera, momentalisht edhe në një nga rrugët që ne ndodhemi që lidh rrugën me Elbasanit ka një kufizim më të ulët, mund të themi, të automjeteve të cilat janë në lëvizje, por njëkohësisht Denisa që mbetet për të theksuar është se tek të gjitha rrugët ku ndodhen dhe hotelet që do të qëndrojnë liderët europian, pra delegacioni i mbërritur, një pjesë e të cilëve priten ditën e sotme, gjatë ditës së sotme dhe në orët në vijim, në fakt do të jenë lëvizje me intervale kohore të kufizuara dhe njëkohësisht po ashtu do të ketë devijime tek të gjitha ato rrugë të cilat të çojnë drejt bulevardit apo dhe më pas bulevardit të ri në fakt, por edhe më pas drejt qendrës të kryeqytetit, pra në sheshin Skënderbej, aty ku do të vijojë edhe mbajtja e këtij samiti. Por nga ana tjetër, të gjitha këto rrugë që të çojnë drejt sheshit Skënderbej, pra do të jenë me kufizim dhe me devijime. Si për shembull, rruga Myslim Shyri, po ashtu rruga e Dibrës, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës dhe për sa i përket bulevardit të ri, kufizimi do të fillojë dhe devijimi do të fillojë që tek Ministria e Drejtësisë. Ndërsa për sa i përket rrugës tjetër, në fakt që është kryesisht ajo e rrugës të Elbasanit, kufizimi do të jetë me interval kohor më të zgjeruar, pra më të gjatë në kohë, për shkak se pikërisht nga kjo rrugë do të vijojë, do të kalojë edhe delegacioni për të shkuar më pas në vendin e aktivitetit. E qartë, dakord. Kujdes dhe vëmendje do duhet kenë edhe kalimtarët, sepse edhe për ta do të ketë pak ndërlikime të paktën për gjatë të premtes, por do të ketë akse të kalueshme alternative edhe për drejtuesit e automjeteve. Gjithçka do duhet ta dini, do t'ju sjellim edhe në vazhdim në 2 CNN. Gjensila, të falenderoj për raportimin.